Përshëndetje, në kuzhina Niri, sot kam vendosur përgatit ushqim shumë të shëshëm me plot vitamina, ushqim me lugë që bashkë koha aty në është edhe të kënaqen. Se gjithmonë pa marrë parasysh, gjitha ushqimet me lugë janë tepër të shëshme edhe për fëmijë sidomos. Krejt që kana nevojitën për përgatitin në kësaj recete janë 1 kg e 200 gram mish dëviçe që është me ishtra ose mish lupës. 1 porre e kom ngri. Ujin ose langun e mishit që ju kom të regu në recetën me parë, pra para 2 dite që e rruj, tash e marrë nevojitet. 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të qajt me biber zi, 1 lugë të mes me magdanoz, 1 lugë të gjellës biber të kuq. 2 qep, 1 spec të gjelbër të kom ngri, 2 karota, 3 thelbi hudhër, 1 copë seleri ose selino, nëse s'keni bon edhe pa te, 1 lugë të gjellës e gjysme ajvar, vaj kemi qitë në tenxhere edhe pak ma vuna në vitet edhe uj, edhe e lojna vajin që të nxehet bismillah, më ndaj fillojna me përgatitjen. Ashtë të nxehur vaj, bismillah marrim qitë. Qepë në kemi nevoj në gritim, kush të shepë në marë. Ta shtojna 1 porre krim, selino ose seleri, thelbi të hudhës, karotat, kripën, edhe kavadisim të gjitha perimet në një. I kemi kavadis edhe perimet, morëm copat të mish. Qësim na gjellë. Edhe mishëm e kavadis në perimet. Ta kemi kavadis edhe mishin, se që përshëtne, në 3-4 minuta, tash morën ajvarin, ose dëngjoj, që do aty që lanë. Biberin e kuq, vegetën, magdanozën, biberin e zi. Krep nuk i kom qitë për arsye se të ky longu i mishit, pra i kom qitë për kom zi mishin pa krep. Tash ja qesën këtë longu e mishit. Ja kemi qitë e longun e mishit, tash i përzina kreta për pers, edhe në fund shtojna ujt val, pra ose ujt nxehtë që kemi vlu me parë. E mbulojna tenxherën edhe lojna që të zihet. Tenxherën me kapak në malë. E ullim temperaturën prej 9 në 5 ose në 4. Tashti ja kemi largu mbas 1 ore e 15 minuta që ashtu, pra i kemi hek edhe mishin me ishtra prej tenxheres, edhe i kum shprish këtë mishin. Tashti eshtrat e kanë shu ato vitaminat që na vynë edhe ato të mirat, tashti i hedhin, nuk na vynë. Edhe e shefni. Pak ujin fillim pra, ja kom shtu, që ashtu ka 30 minuta për kuzi, veç pak. Edhe mo, as nuk kem nevojë me marru pra me janë. Me janë është kur me trash longun e i thujna ka una duragjinë. E morim tashti mishin e shprishur edhe bismillah i hedhin brenda në tenxhere. Bas e kemi hedhë mishin, e përzina edhe mishin edhe lojna tash të merë edhe 1-2 val edhe gjella, pra gjithsej 1 orë e 15 minuta e leni me uzi, deri 20 minuta mas shumëti edhe është gati.
Mbasi ka mor val, pra edhe gjella e nalim tash përretin edhe neve na beft mirë, ju e po ashtu nëse përgatitni, faleminderit për programin që ma beni. Komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshi.